Një tjetër pikë e depozitimit të mbetjeve po ngjall shqetësim në qytetin e Vlorës, në zonën e Jallis, në Nart, aty ku ishte përcaktuar një hapësirë për depozitimin e mbetjeve inerte. Aktualisht po hidhen dhe mbetje urbane dhe të tjera të padedikuara për atë vend. Sipas banorëve të zonës, kjo situatë ka nisur rreth një muaj më parë, menjëherë pas përmbytjeve në qytet, ku vendi u përdor në mënyrë provizore për të grumbulluar mbetje të ndryshme. Megjithatë, edhe pse kjo zgjidhje ishte e përkohshme, depozitimi i mbetjeve urbane vazhdonte sot, duke kthyer këtë pikë në një mini landfill të pakontrolluar. Banorët shprehen të shqetësuar për ndikimin në mjedis dhe shëndetin publik. Ata theksojnë se mbetjet duhet të largohen urgjentisht nga zona, por deri më tani nuk ka asnjë ndërhyrje konkrete nga autoritetet për të normalizuar situatën. Këto janë hedhur shpejt, nuk kanë hedhur tash i hidhen vetëm këto mbeturinat e kësaj këto, në dhera, këto. Këto mbeturina do ishte mirë të derdheshin atje dhe vendi ku e kanë? Vendi ku e kanë, po janë hedhur shpejt, këto janë hedhur që kur bëj një ajo përmbytje madhe atëre, edhe që atëre u hodhën këto. Tash po hedhën vetëm mbeturina në këto këtu. Sa kohë kanë këto? Nuk janë larguar që këte? Kanë kohë këto. Këto i ka hedhë bashkia që atëre. Që di bashkia mbeturina në këto, ato mbeturinat e pallateve, këta ka ma leje, i hedhën këti poshtë. Nuk i hedhën kështu. Gja mbetjeve nuk është këtu, apo jo? Ja. Sa kohë kanë ato mbeturina aty? Kanë për një muaj. Një muaj. Ku është fusha e mbetjeve? Animatarë thonë animatarë se kështë, nuk e dinë fast, nuk kam qënë. Për thonë që animatarë është. Ndërkohë këtu është vetëm për dherat, për inertet? Ja, dherat këtu ka qënë. Hidhen kështu mbeturinat të tjera si Të tjera jo, tjera, vetëm vendet, vetëm ato kanë ardhur. Po, këto. Kur kanë ardhur? Po kanë një muaj ato. Nuk janë hequr? Ja. Banorët kërkojnë zgjidhjet menjëhershme dhe depozitimin në vendin e caktuar, pikërisht për mbetjet urbane.